Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Shoqata Gjergj Kastrioti në Zvicër ka kënaqësinë që u mirëpres në këtë ekspozitë pamore me titullin Gjergjin e Artë, ku përmes veprave artistike sjellin një pasqyrim të kontributit dhe jehonës së kësaj figure ndërkombëtare dhe kombëtare. Në 6 maj 1405 lindi Gjergj Kastrioti Skënderbeu, një nga personalitetet më të njohura të historisë shqiptare. Jeta dhe veprimtaria e tij përfaqësojnë një periudhë të rëndësishme të rezistencës së popullit arbëror ndaj pushtuesve të kohës, si dhe një model udhëhesie dhe përkushtimi për mbrojtjen e atdhellt. Shoqata Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Zvicër u themelua në vitin 2018 në 550 vjetorin e kalimit në Afshin të heroit tonë kombëtar. Ne besojmë se figura e tij mbetet një pikë referimi për identitetin tonë kombëtar dhe burim i pashqyrshëm frymëzimi për brezat që vijnë pas nesh. Një falënderim i veçantë i takon gjithë artistëve që kanë bërë mundur këtë ekspozitë, se pa ta s'do të bëhej asgjë. Ka shumë që kanë marrë një rrugë të gjatë, por edhe ata që jetojnë këtu në Zvicër, ne i falenderojmë me përulësi më të madhe. Faleminderit. Për të folur rreth artit dhe veprave të artit, kuratori nga Prishtina, zotëri Ilir Muharremi, i cili na nderon me pjesëmarrjen e tij, do ta ketë edhe një fjalim sa i përket artit dhe Gjergjit në art, ndërsa sa i përket historisë dhe Gjergjit si figurë pamore, na nderon historiani nga Lezhë, zotëri Paulin Zefi, e falenderoj gjithashtu përzemërsisht. Por pa i harruar natyrisht të gjithë sponsorët, që pate asgjë nuk është e mundur, dhe antarësinë tonë të vyshme që gjithmonë është e gatshme të marrë barën e madhe të organizoj një organizim të tillë. Kështu që ju falenderoj një herë përzemërsisht gjithë mediat, përfaqësues të ambasadave dhe gjithë ju mysafirë të dashur. Lavdi jetës dhe veprës së Gjergj Kastriotit Skënderbeu rroft Shqipëria, të marrë barën e madhe të organizoj një organizim të tillë. Kështu që ju falenderoj një herë përzemërsisht gjithë mediat, përfaqësues të ambasadave dhe gjithë ju mysafirë të dashur. Lavdi jetës dhe veprës së Gjergj Kastriotit Skënderbeu rroft Shqipëria. Faleminderit shumë. Përfaqësuesën e 3 ambasadave, do të thotë të Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, zonjën Shukri Ramadani. Të nderuar të pranishëm, të dashur pjesëmarrës, artist, të respektuar, organizator, bashkëkombës, miq të artit dhe të historisë. Më lejoni që t'ju drejtoj në emër të Ambasadës së Republikës së Kosovës, Ambasadës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ambasadës së Republikës së Shqipërisë. Në veçantë përshëndes përfaqësuesin e Ambasadës së Republikës së Shqipërisë, zotin Balon Gashi, dhe përfaqësuesin e Konsulatës së Kosovës në Zvicër, zotin Berisha. Kam deri në veçantë që të përshëndes sot këtë ngjarje të jashtëzakonshme që na mbledh të gjithë rreth një figure që nuk njeh kufi, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Në këtë vit simbolik ku shënon 620 vjetorin e lindjes së heroit tonë kombëtar, ky takim artistësh, krijuesish dhe dashamirës së atdhellit nuk është thjesht një ekspozitë. Është një akt nderimi, një rikthim në rrënjë dhe një zyk fuqishëm që bën të gjallë amanetin e Skënderbeut, bashkimin, identitetin dhe dinjitetin tonë si kom. Gjergj Kastrioti nuk ishte vetëm një strateg, udhëheqës e mbrojtës i tokave tona. Ai ishte dhe mbetet simboli më i pastër i lirisë, i qëndresës dhe i krenarisë kombëtare. Një dritë që ndriçoi përballë errësirës dhe që frymëzon edhe sot, jo vetëm shqiptarët kudo që janë, por edhe çdo njeri që beson në të drejtën për të jetuar i lirë dhe në dinjitetin dhe identitetin e pacenuar. Në këtë ekspozitë përmes panelit, skulpturës, zërit, fjalës dhe shpirtit të artit, Skënderbeu vjen mes nesh si nga figurë e largët, si një figurë libri, romani, por si një frym që na bashkon. Edhe sot, nga Prishtina, nga Tirana, Shkupi dhe çdo cep i dardanisë shqiptare, këtu në Zvicrën tonë të bukur. Të nderuar miq, në këtë vepër artistike nuk shohim vetëm portretin e një heroi, shohim shpresën që mbijeton, kulturën që nuk ushua dhe amanetin që mbetet i gjallë mes nesh. Amanet për të ruajtur gjuhën, identitetin, vlerat dhe nderin tonë. Pa u lodhur
pa u përkullur dhe pa harruar kur gabim dhe ku do ecim. Në emër të tre ambasadave, ju falenderoj me një njojë më të thellë për këtë organizim dinjitoz. Falenderojmë artistët që sollën shpirtin e tyre përmes artit, shoqatën Gjergj Kastrioti, me udhëhecit e tyre në Zvicër, për vizionin dhe përkushtimin e vazhdueshëm dhe ju të gjithëve të pranishmit për dashurinë ndaj historisë dhe kulturës shqiptare. Lavdi Skënderbeut ton, lavdi artit që e mban gjallë kujtimin e tij, lavdi bashkimit ton kulturor për te çdo kufiri. Faleminderit nga zemra. Falenderojmë zonin Ramadani. Me re dhe erë, bja dhe, një emër Gjergj e kishë si djelin, tjetrin si hënën, Skënderbe. Dy brirë dhe i kishë mbi kry, emblem e vjetër e çuditshme, si kur ta dinte që në zbrive, dy perandor do të godisten. 24 lufta bëri, 24 vdekje theu, çka mangu linte ditën Gjergji, plotëson të natën, Skënderbeu, pas vdekjes eshtrat ju ndonë, në mira varet i shtrirë, gjithë shka të shumë të i pati, për vetëm kishë veç Shqipërinë.
ndjenjat e veta për t'i kënaqur të tjerët është më shumë se një arkeolog, më shumë se një historian, më shumë se një mitolog, më shumë madje edhe më shumë se një shkencëtar, se na besojmë se shkenca është më e lartë se të ndërtohet mbi fakte, po t'ja heqim artin të gjitha pjesëve, atëherë vlera do të bie në zero. Artistët prezantohen secili në stilin e tij unik, ku kemi ndërthurje ndërmjet arteve realiste, arteve ekspresioniste, kemi edhe art impresionist, kemi edhe pjesë arte bashkëkohore ose kontemporane, ku ndërthuret edhe arti pak idesë ose arti konceptualistik, por vitë gjitha si rezultat matematikor është figura e shquar e Skënderbeut. Në atë hulumtimin apo në ato limitet të cilat na ofron historia, gravurat apo veprat e artistëve të tjerë, ku shihet qartë portreti Skënderbeut, figura e tij, dikur Skënderbeut si filozof, si menditar, dikur Skënderbeut si luftëtar, diku paraqitet edhe shumë si strateg. Të gjitha vetit origjinale të Skënderbeut janë të gërshëtuara në pikturat e artistëve. Prandaj edhe e theksova që artisti është ai i cili e zbukuron botën, jep njohuri për botën, i tejkalon të gjitha sfidat e botës dhe në fund opinioni krijon besueshmëri ndaj veprës së artistit, ku artisti duhet ta distancojë vetveten nga vepra e tij. E kjo është ajo më problematike ku në thellësi prap na gjejmë elemente të shpirtit të artistit në çdo punim të tij. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrje dhe shpresoj dhe besoj ta shijoni ekspozitën. Ju falenderoj. Falenderoj.